rrallë kam ndesh të tillë njerëz, të tillë karaktere, që kanë edhe formim intelektual, po mbi të gjitha e kanë atë njerëzor që i shquan të tjerët. Ai ka qenë në kry të aktivitetit. Për arsye se ai ka pas kontaktet me qendrën, ta quaj me atemin e me tjerët. Thonte, pa libër nuk bon. Pa gjitha bon, pa libër s'bon. Insistonte dhe propagante gjithë kohën arsimimin dhe emancipimin e vajzave grave shqiptare dhe emancipimin e fshatit, për shka thonte në mënyrë të pa rreshtur që pa këto të dyja e bota shqiptare nuk mund të jetë afër familjeve të mëdha. Ma me kënaqësi ndjente kur bisedonte me nxënës, sesa me kolegë mbrana, se ai e konsiderante veten si një misionar. Dashmëria, guximi, ideja e tij për lirinë e vendit, që e kanë formu si personalitet të pakontestueshëm. Dushe ka qenë frymëzimi të rinve, frymëzimi i ynë. Kadir Kosari ka qenë një njeri i cili fare nuk e ka përfill atë kufizimet dhe atë absurdin e diktaturës antik-shqiptare që ishte e instaluar në Kosovë. Një inteligjent, një kombëtar, një idealist, rrallë, me moral të fortë. Dushi edhe emrin e tij kohës. Advetar, njeri me të gjitha tiparet si intelektual dhe humanist. E ka rënu vetën për militu shumë. Nuk ka dhonë deklarata i për qëta, për atë arsye dënu mas shumëti. Ashtu të shumë, s'ka pranu kur një fjallë, nuk e ka pranu një shok se ka qitë. Ishte hera e parë që mahet në mend se në burgjet e Jugosllavisë, Serbisë gjithsesi, është organizu një shkollë për ngritjen ideopolitike të burgosur me politikë shqiptare. Ligjëratën e parë e ka marrë Dushi, për atë as kishte literaturë, as ko me këshyr ajo që ka folë, po ka cicrue. Edhe Dushi kur nuk ka dorëzu, kur heq. Sa dajakun e ka hongër Dush Kusari, menja s'ta merë. Ai me shembullin e vetë ka dhonë si ka përqu sigurit besimit të njerëz. Në kushtet e frikës, të merë dhe diktaturës, njerëz si Dushi, të cilët jetonin sikur të ishin të lirë, ata ishin bërim frymëzimi e tërmëria për gjithë.